Në prag të përballjes së kësaj fundjave ndaj Fieri Basket, basketbollisti i Elbasanit Bruno Skëndaj e cilëson sfidën si një finale të vogël për verdë blut, ku fitoria është kushti pa negociueshëm për vazhdimsi në Super League. Sipas tij, skuadra ka treguar rritje dhe karakter gjatë kampionatit, pavarësisht vështirësive. Skëndaj ndalet edhe te përgatitja psikologjike e ekipit, duke theksuar rëndësinë e qetësisë dhe disiplinës në parket. Është një ndeshje e fortë me Fierin B, na duhet fitore patjetër. Në qoftë se ne fitojmë i bie të qëndrojmë në Super League, që është dhe qëllimi jon kryesor, që qëndrojmë në Super League. Edhe do bëjmë të mirën tonë, do japim maksimumin, shpresojmë të dalim. Kemi pas mundësi që të jemi akoma më mirë, patëm një disfat në Pogradec, gjithsesi jemi akoma në linjë, kemi mundësi që nëse fitojmë të ndeshjet, vazhdojmë të kapim objektivat tona për Super League. Vëmendja shkon te tifozët, të cilët pritën të jenë faktori shtesë në këtë duel vendimtar. Që po, do japim maksimumin ton. Shpresojmë dhe tifozëria të jetë si gjithmonë e flakë në Elbasan, edhe pjesa tjetër na takon ne. Ndeshja me Fieri Basket është programuar që të luhet ditën e diel në Pallatin e Sportit Omar Sinani në orën 18.